Do të flasim në këtë moment të dashur miq për një tjetër argument, sa prej nesh kanë mundur të shohin në rrjetet sociale video të cilat i kemi bërë kryesisht në Instagram apo në rrjetet të tjera, i kemi bërë skip apo scroll, i kemi kaluar sepse kanë qenë pamje shumë të rënda dhe të gjithë kemi bërë pyetjen si publikohen këto video, të paktën pa censuruar. Dhe sigurisht janë video të ngjarjeve të forta kriminale, qofshin këto vrasje, dhunë apo të çfarëdo lloji tjetër, që shfaqen lirshëm në media, në për rrjetet sociale, në portalet online apo dhe në mediat tradicionale, duke shkelur gazetarët, po themi me të dyja këmbët, etikën edhe moralin e profesionistit. Ne do të flasim me të ftuarit tanë, por më parë ndiqni një insert. Do diskutojmë për këtë çështje me të ftuarit tanë, së pari ju prezantoj me Edison Balla, pedagog, mirë se vini. Përshëndetje, mirë se erdhët. Jemi me Alice Palliu, avokate. Faleminderit për ftesën. Ta bëj një koment të lutem përpara se të shkosh zjarr. Alicia, faleminderit shumë. Kënaqësi gjithmonë t'jem pranë jush. Kënaqësi edhe për ne shumë. Jemi me gjithashtu Migen Qiraxhi, aktivist, mirë se vjen. Mirë se erdhët. Faleminderit. Ndërsa në një komunikim të drejtë për drejtë në Skype do të jemi me pedagogën e komunikimit Elena Halili. Elena, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se u gjej. Faleminderit Halila që na solli diell në studio. Faleminderit. Faleminderit, e vlerësojmë. Zoti Balla, nisim bashkë për të marrë një koment se si i keni parë ju të gjitha këto ngjarje dhe mënyrën se si ato janë pasqyruar në medje, qoftë mediat elektronike, por edhe ato që sot le të themi përdoren masivisht mediat online. Tani në fakt transmetimi i atyre videove besoj që nuk ka ngelur shqiptar përdorues rrjeteve sociale, kryesisht TikTokut që janë më masive, pa i ndjekur, shumë shqetësuese, janë shpërndarë gjithashtu edhe në disa media televizive, kryesisht në webet e veta. Edhe pa dyshim është shqetësuese se nga njëra anë pra është liria e shpresë, po themi kështu, që gjitha mediat, kanalet televizive, portalet kanë të drejtë të shpërndajnë ato video. Por nga ana tjetër është respektimi. Kanë të drejtë pse? Po themi tek liria e shpresë, tek kuadri i lirisë së shpresë. Çdo kush ka drejtë të shprehë dhe shpërndaj ato që mendon se është e drejtë. Por nga ana tjetër është respektimi i dinjitetit dhe privatësisë së çdo kujt. Pra në këto dy balancat fatkesish mediat nuk kanë arritur të gjejnë ato balancën e duhur, ato vijën e kuqe që është vi shumë e hollë ndarse, por gjithmonë e kuptueshme. Nuk është vetëm çështja e mbrojtjes le të themi të dhënave dhe identitetit personave, por edhe të ndjeshmërisë dhe ndoshta ndonjëherë edhe të traumave që shkakton në publik. Pse nuk konsiderohen këto element? Tani nuk konsiderohen sepse mediat janë të prirura të gjitha, te ky komercialiteti i madh që përfshin digitalizimin dhe teknologjinë, gjitha mediat synojnë të kapin audiencën. Qartë. Edhe duke tentuar gjithë të kapin audiencën dhe jo të vlerësojnë cilësinë e lajmit, kualitetin, të vlerësojnë atë sensitivitetin që kanë tek audienca, të prirur gjithë për të kapur sa më shumë audiencë, sa më shumë lajme, sa më shumë njerëz. Ky dëmi që shkaktojnë pastaj. Atëherë do shfryn duke publikuar këto video, që në gjitha rastet nuk duhen lejuar jo vetëm për asaj që ju përmendëm në fillim, që është mbrojtja e privatësisë, e identitetit, e dinjitetit të shmërësishme, por edhe për sensitivitetin që shkakton tek popullata. Absolutisht. Zonja Balliu? Unë jam kundra mendimit, pasi përgjegjësinë më të madhe në këtë situatë ka policia e shtetit, sepse media ka për detyrë të informojë, ka për detyrë të raportojë dhe ka për detyrë të japi publikut ato informacione që janë reale dhe të vërteta. Nuk është se ne këtu jemi përballë një media që po disinformon popullin në lidhje me video dhunuese apo me video të vrasje të dikujt. Aman, është konfidencialitet i policisë shtetit që materialet cilat janë për të dërguar në gjykatë, të ngelin në prokurori, jo të shkojnë në media. Po pra jo, video dhe ka shpërndarë, qofse i referohem rastit motrave Berisha e ka shpërndarë policia, sepse unë po bazojmë një insertin që kolegët këtu na paraqitën. Prandaj, nuk mund të fajsojmë vetëm media. Janë një sër faktorë që në këtë shtet nuk shkojnë siç duhet. Qofse materialet tregojnë që është kryer një dhunë, një krim, duhet të mbyllen dhe të ngelin në prokurori dhe në seancat gjyqësore të paraqiten për të marrë ndëshkimin e duhur të kujdo personi që i kryen. Jo të bëhen virale duke cënuar kështu dhe familjen e personit të cilit ka kryer aktin, por edhe për të dhënë një mesazh të gabuar, sepse ka njerëz të cilët sensibilizohen nga ajo video, marrin vrull nga ajo video, e shohin atë video disa herë edhe janë të prirur të kryejnë veprime sexuale, sepse duke e dhënë këtë antishembull, pa diskutim masa e bën virale dhe është e prirur të shkojë të tentojë ta kryej. Po, modelon sjellja. E para është
policia e shtetit, pastaj të kalojmë tek media, sepse mediave i vjen një informacion. Nëse media do ishte fajtore totale, do ishte në moment që disinformonte, jo informonte një informacion saktë që del nga shteti. Po, kam përshtypjen se duhet ishit në mes midis dy mendimeve të polarizuara. Sigurisht, jo, unë do doja në fakt që të shtoja, më shumë se sa të replikoja. Elementi i transmetimit të këtyre videove sigurisht që është një problematikë e shtuar, sepse në thelb shpeshherë jep kuptim qëllimit të keqbërësit. Mund ta shpjegoj me një rast klasik që është në ndeshjet e futbollit. Njerëzit filluan të mos hynin më në stadium, në brenda fushës së futbollit të përqafonin heronjtë e tyre, sepse media në unison vendosi që të mos transmetojë asnjëherë kur dikush hyn me dhunë në fushën e futbollit, dhe në këtë kuptim ai nuk merrte përmbushjen e veprimit që kishte bërë. Kështu që duhet jemi të kujdesshëm që edhe nëse po kalojmë normat e tejkalimit të etikës apo të dinjitetit, duhet tregojmë të kujdesshëm edhe për sigurinë e tonë personale ose edhe atij gazetari që e poston ose jo, në aspektin e përmbushjes së misionit të keqbërësit, duke e replikuar më pasaj si veprimtari, dhe po të keni vënë re, në momentet kur dikush tenton të vetvritet, pompimi i saj në media sjell me një tentativ të dytë të një qytetari në një qytetar tjetër, në një qytetar tjetër në qytetar tjetër. Absolutisht që është e dënueshme, jo profesionale dhe antiligjore, që institucionet shtetërore, një material i cili duhet jetë konfidencial, të shkoj në duart e qytetarëve, të cilat ky mund të mos jetë rasti, por ne nuk po flasim thjesht për rastin, ne po flasim për dilte nga policia ose prokuroria, do dilte nga lokali, pra sepse aty që pamjet e lokalit. Unë prandaj nisa me të parë, pra me perspektivën e edukimit qytetar. Pra të gjithë qytetarët duhet të ndërgjegjësohen për jo vetëm dëmin e kësaj situate, po edhe në kuptim që të llogarisim dhe pasojat afatgjate të kësaj. Sigurisht që ka institucione përgjegjëse. Institucione përgjegjëse që e ruajnë edhe çështja e mediave, nuk është e paregulluar në vendin tonë. Ka institucione, ka organizata, ka këshille, ka autoritete, të cilat në fakt sankcionojnë dhe normojnë gjithë veprimtarinë e tyre. Ne nuk kemi parë që këto të funksionojnë në pjesën më të madhe të rastit, ka një problematikë të shtuar të çfarë është interesante për publikun, me çfarë është një interes të publikut, për fat keq edhe në arenën globale. Kryesisht media, platformat orientohen ndaj çështje interesante për publikun, që mund të jenë çfarë prodhon shikueshmëri, dhe jo çfarë është një interes të publikut, që mund të jenë procese edukimi e elemente të tilla, të cilat bëhen më të ulta, por në rastin e institucioneve të cilat nuk e zbatojnë ligjin dhe më përpara videoja shkon në rrjetet tek qytetarët, mua më kanë ardhur videot e pacensuruara edhe për shkak të kontakteve. Vinë shumë më shpejt se sa në fakt mund ta çojë policia nga vendi i ngjarjes apo nga marrja e saj dhe kjo duhet absolutisht jetë e ndëshkueshme. Nëse ne jemi në kulturë pa ndëshkueshmërie, qoftë në aspektin e mediave dhe qoftë në aspektin e institucioneve, të jeni të sigurt që kudo, në çdo kohë do ketë njerëz të cilët do duan të fitojnë para, dhe para në aspektin e mediave janë shikueshmëri, para në aspektin e një zyrtari që marr një video interesante për publikun, edhe ajo përkthehet në para, dhe kudo, në çdo kohë do ketë njerëz të cilët do duan të bëjnë në mënyrë të paligjshme ose të bëjnë më shumë lek. Në këtë kuptim, nëse nuk ne i ndëshkojmë, është pak e tepër që t'ja lëm masës, sepse ndonjëherë këto nuk kryen nga masa, kryen nga individë të caktuar që kanë përgjegjësi të caktuara edhe ligjore. E qartë, marrim një mendimin nga Halila. Jemi në linjën e logjikës. Një mesazh, kush ishte mesazhi që policia e shtetit donte të jepte me publikimin e videos sherrit dy vajzave që kanë ndodhur tani së fundmi? Interesi ka qenë vetëm monetar, e ka shitur atë video që media ta bëjnë lajm. Megjithatë i bashkojmë asaj çfarë ta Andri më herët, Alesia, sepse nëse kjo ngjarje nuk do ishte bërë virale, në restoran dikush mund kishte bërë videon dhe mund ta kishte publikuar. Po ja që nuk ndodhi dhe pritën që dilnin imazhet nga policia e shtetit, se nuk ndodhi. Dhe ajo video ka dalë nga policia për mediat. Madje mos gaboj, nëse sa ka qenë në Ballkan Webja ose Panorama që ka publikuar të parë, sepse as vetë autoria as vetë e dëmtuara nuk e kishin videon disponim. As kush nuk e kishte, përveç policisë shtetit, që pronari absolutisht ka qenë i detyruar që t'i japi
pamjet filmike. Marim edhe një mendim nga Halile të cilën e kemi në Skype. Elena, nuk e di cila ka qenë një nga ngjarjet të cilët nuk do dohet ta shikohet të pasuruar as në mediat elektronike, por as ato online, si ekspert të komunikimit. Në fakt, jemi sinqert me ju, nuk është se për te ngjarjeve nuk do doja edhe shumë fytyra të gazetarisë shqiptare të shikoja nëpër media apo nëpër portale, të cilët nisin me shumë vrull duke dhënë lajme të cilat janë të pavërteta dhe duke përdorur individ të ndryshëm, duke u bërë dhe presionin e çastit, nëse mund ta themi kështu me një mikrofon aty përpara. Unë kam qenë pjesë e medias prej vitesh dhe kam parë situatat në fakt shumë të rënda me cilët është abuzuar dhe me individ në raste të dhimbjes, të humbjes, të ndarjes, të divorceve, të aksidenteve, dhe ata kanë pyetur vetëm për lajme dhe prodhimin e lajmit dhe nuk kanë pyetur asnjëherë për familjarët e këtyre shumë raste dhe viktimave apo individëve që kanë patur probleme të tilla. Dhe ajo në fakt që është shqetësuese, përveç se gazetarisë të dobët, asnjëherë një gazetar nuk ka dalë në media të kërkojë një ndjesë për prodhimin e lajmeve shumë herë dhe shpifjeve të vazhdueshme që bëhen nëpër portale dhe duke përdorur figura të ndryshme, individ të ndryshëm dhe nuk marrin asnjëherë le të themi në mënyrë të vullnetshme kërkimin e një ndjese në një formë apo në një formë tjetër. Dhe madje mendoj që ashtu siç është pushtet i katërt, media duhet të ne protestojmë për profesorët, ne protestojmë për dhunuesit, ne protestojmë dhe ngremë zorin në media për një shembull jo të mirë. Në fakt duhet protestuar dhe po në media për disa gazetarë të cilat nuk dinë dhe nuk kanë ditur asnjëherë të bëjnë gazetari të tillë. Ka dy anë për sa i përket mendimit tim personal dhe jo vetëm. Në momentin që shfaqet një video sigurisht që është shokuese për publikun nga një anë, nga ana tjetër duket se për disa të tjerë është një formë mësimi se ti nuk mund të jesh personi që mund të ndërhysh në jetën familjare të dikujt apo nga ana tjetër në raste të krimeve nuk mund ta vrasësh dikë. Duket nganjëherë sikur janë nxitse, por nganjëherë duket sikur janë frenuese. Varet nga konsumatorët, që në këtë rast është publiku. Ka raste për shembull që kanë qenë shembull të vendosjes së disa masave ligjore, siç kemi përmendur edhe në studentuar rastin e Kosovës, siç është dhënë vendimi gjyqësor për shembull për individët në rastin e përdhunimit të asaj zonushës së ndjerë në Prishtinë. Kështu që nganjëherë duket sikur panoramat të tilla na japin imazhin e duhur të institucioneve dhe të fuqisë që ka ligji mbi individët, por nga ana tjetër duket sikur ne e shpërfytyrojmë plotësisht shoqërinë duke u marrë me figura të cilat në fakt nuk i kanë dhënë asgjë shoqërisë, duke i dhënë një rëndësi të jashtëzakonshme dhe individ të cilët kanë fuqinë e fjalës, fuqinë e ligjit, të mendjes së tyre, të cilët kanë një kontribut social, të merren dhe të diskutojnë për figura të cilët janë të papërfillshme në identitetin e tyre, në atë çfarë përfaqësojnë, në atë çfarë janë, në atë çfarë transmetojnë dhe por nga ana tjetër është një lloj testi, se këta kanë shumë ndjekës, kanë një lloj influencë tek njerëzit e dobët, tek adoleshentët, tek ata të cilët janë të pafëmuar. Kështu që është një lloj situate shumë e çoroditur, për cilën jam e bindur as një specialist, përfshirë dhe unë personalisht dhe të tjerët nuk mund të japin direktivat menjëhershme dhe të themi se duhej bërë kështu apo duhej bërë ashtu. Ky është një realitet në të cilin grupe dhe kategori të caktuara ndjehen të përfaqësuar. Ashtu siç dikush ndjen revoltën, pse duhet të jepen video të tilla, ka gazetarë të cilët se duhet një gazetare të prodhojë një lajm të tillë, ku ne jemi gazetarë profesionistë që jemi në hije prej 20 vitesh kontribut dhe nuk e kemi këtë famë, nuk e kemi këtë portal, nuk e kemi këtë para. Është ai justifikimi i prershëm, Alila, që këtë kërkon publiku, qoftë formateve që i ofrohen, apo qoftë edhe për në momentin që kjo prodhon shikueshmëri, prodhon vëmendje, prodhon para, pse jo, por çështja është si të rregullohet e gjitha kjo, pra si mund të ketë një rregullator. Shoqëri e cila e do dhunën, sepse rastet e dhunës ne i kemi parë shumë herë që diskutohen pafund nëpër media në lajmet të para, dhe ne duket sikur jemi prodhim dhune dhe duam dhunë dhe prodhojmë dhunë. Do të thonë duket sikur është e jona dhuna. Do të thonë dhe kur flitet për dhunën dhe kur diskutohet, dhe tani çfarë ndodh? Dhe këtë dhunën e kemi normalizuar, sepse dhuna nuk është vetëm në figura të ndryshme të cilët janë në përcepat e Shqipërisë që kanë të bëjnë me pozicionet e tyre apo edhe figurat dhunën. Apo duam dhunën, kur ka emisione në çdo televizion shqiptar që sulmojnë dhunën. Pastaj jo domosdoshmërisht këtu kur flitet fjala bie për gazetari, nuk mund thuash një gazetar e bën lajm edhe një tjetër nuk e bën lajm apo shet për lajm, se këtu kemi të bëjmë me 5-6 televizione të cilat prodhojnë të njëjtin lajm. Bëhet një ngjarje dhe normalisht publiku informohet.
Kështu që unë nuk mendoj që janë populli shqiptar pro dhunës, se po t'ishin kaq pro dhunës, nuk do ishin bërë kaq shumë emisione kundra dhunës, dhe normalisht ka dhe njerëz cilët kanë qendra që ndihmojnë edhe familjet e dhunuara. Mbase Elena është në këndvështrimin e audiencës, pra një publiku i shoqërisë të qendra konsumojnë materiale të cilat kanë edhe audiencën që populli shqiptar do dhunën. Ecin videot më shumë të neve që bisedojmë për gjëra normale. Edhe video të Roza ecin këtu, madje keme shumë klikime, Biles. Roza edhe ato ka dhe kronika e zezë. Edhe politika ecin shumë. Madje edhe këngëtarët ecin shumë, ke shumë llojshmëri që ecin shumë, që bëjmë virale. Nuk mund të thua që vetëm dhuna është virale dhe populli shqiptar do dhunën. Se është e patolerueshme dhe nuk mund ta pranoj dot unë këtu njerë që jam një individ i cili kam luftuar për kauza që janë kundra dhunës edhe suportoj çdo femër e cila është e dhunuar dhe çdo fëmijë që është i dhunuar. Megjithatë kur shikon madje mendoj që edhe mediat shqiptare nuk janë pro dhunës, ato thjesht transmetojnë dhunën për ta parandaluar, sepse ne tani dhe nuk mund të mos e transmetojmë. Dhe kur flet për gazetarin, nuk mund të flasësh një gazetar kur është një kompani media. Japim pak fjallën e Elenës, duke që është në distancë. Po, Elena. E para të lutem, e para kur flet tjetri, të paktën të mos bëjnë dhe këtë, se edhe kjo dhunë verbale është për njëri tjetri. Tani të mbaroj unë dhe pastaj mund të fillosh atje. Ti mund ta mbarosh, por unë nuk mund ta pranoj që ne jemi popull që duam dhunën, se s'mund ta vazhdoj diskutimin nëse unë pranoj këtë fakt. Se ky është një fakt i cili nuk është i vërtet. Ne jemi kaq të dhe një gënjeshtër dhe një e vërtet nuk e prodhojnë kur një të vërtet zonjë. Kështu që unë jam gjithmonë për të vërtetën. Po, Elena? Elena vjo me argumentin të të? Ne jemi kaq të ndryshëm edhe kemi reflektime të ndryshme, kështu që ne jemi dëshmitar që shumë herë dhe analistë në për media kanë ushtuar dhunë me njëri tjetër dhe ne dim shumë mirë videot pafundme që janë shfaq. Ne pikërisht në këta emisione që këto vajzat e tjera bëjnë show, unë jam më shumë feministe dhe shumë grafit në aty. Nuk kupton konceptin, zonjë. Nuk thash që nuk ekziston dhuna, por nuk mund të shpresh dhe je gabim total, thuash populli shqiptar do dhunën dhe prodhon vetëm dhunë media. Është e patolerueshme. Ose nëse argumenti jote qëndron, jep 2-3 shpjegime që ta kuptojmë dhe neve në ignorancën tonë si e dashka populli shqiptar dhunën. Faleminderit, kaq kisha. Po të gjë. Po, Alilaj. Profesioniste në profesorishën le ta bëjë Zgjusha zonja se nuk e shikojnë në një vend tjetër, kështu që është në vendin e gabuar momentalisht. Ajo çfarë ndodhe me media në vendin e dur, Alilaj, të lutem. Por termat e tu nuk janë ne i zgjedhim me shumë kujdes të ftuarit që kanë një përfaqësi shumë të mirë. E kemi avokate Alesia Balliun, është zonjë nderuar, po ndërkohë vazhdojmë me argumentin ashtu sikurse të gjithë në panele dhe Alilaj. Është patolerueshme populli shqiptar do dhunën. Sigur populli shqiptar po dhun ka vetëm dhunë. E qartë, do doja që Alilaj të vjonte me argumentin për ta kuptuar se çfarë ku do të mbërrim me arsyetimin e saj. Po, Elena? Për rastet e emisioneve, produksioneve televizive që kanë bëjnë edhe me rrëfime të historive rose e tjerë, që u përmend edhe më lart. Në shumë raste flitet për këto skupet që janë ndarjet e tjerë. Kështu që ajo çfarë ndodh personalisht në median shqiptare shikoj si një situatë e cila është devijuar nga boshti qendror kryesor dhe ajo çfarë ne presim ose publiku çfarë pret. Do të kam prioritet disa ngjarje dhe disa raste dhe disa individë të cilët nuk është e mirë as e mirë e dobishme, as e mirë sociale, as e mirë e përgjithshme që herë pas here të diskutohet pafund, për ta ku ne kemi pafundin të tjerë, të cilët janë shumë më të mirë dhe kemi shumë situata të tjera më të mira për të diskutuar. Dhe në momentin që ne japim zë, në momentin që ne diskutojmë për ta, që u japim qendërzim edhe në media, edhe në rrjetet sociale, sigurisht ato marrin fuqi dhe ne dimë shumë mirë që shumë individ, shumë raste dhe situata kanë qenë ata të cilat janë rritur, janë shtuar, gjithë më shumë, sa më shumë i kemi qëndërzuar ne, edhe në media, edhe në diskutime që janë bërë vazhdimisht, edhe në panelet të ngritura, edhe në televizionet të tjera, apo në trajnim, apo në diskutime. Kështu që personalisht e shikoj si një rast shqetësues prej vitesh, dhe këtë kemi thënë disa herë në media, që duket sikur ne jemi bërë shumë agresiv, me shumë pak durim, me shumë pak tolerancë, në pothuajse një pjesë të mirë të marrëdhënieve. Sepse janë shtuar konfliktet, janë shtuar sherrret, janë shtuar problemet mes individëve dhe gjithnjë më shumë lajmet
sa do që ne kemi thënë prodhon shumë politika lajme, po politika prodhon dhe këto lajmet me shumë zhurmë, po ashtu prodhon edhe individet e tjerë për të njëjtat lajme, dhe kjo është shumë masive, dhuna është shumë prezent dhe agresiviteti është shumë prezent në shoqëri. Po, kush ushqen kë? Pra, është publiku që orienton se çfarë të serviret, apo është media që servir ato që servir dhe publiku pastaj mësohet me ato ushqim? Dhe si mund të rregullohet? Kjo është e dy anë. Ja, po pyes pak zotin Qeregji që kemi në studio, po. Kjo është e dy anshme. Sigurisht që ne mund të mbërthehemi mbas këtyre argumentave dhe për të mbajtur kampe të ndryshme, por ajo që është pika fundore ose rezultati është që ne kemi pamje të transmetuar, kemi audiencë që në një farë mënyrë tronditet edhe as nuk është produktive dhe dita nëse ti e nis me një video të atill, po edhe sigurisht shton edhe rastet e keqbërjes. Ajo që unë besoj që është e rëndësishme për të rikuperuar këtë situatë është një vendosja e ligjit, pra zbatimi i ligjit edhe institucioneve për gjitha organet që përfshihen në këto institucione, po një element të rëndësishëm kanë edhe institucionet e edukimit, të cilat ne në një farë mënyrë kemi çeduar edhe për t'i dalë përpara ose për t'i paraprirë në rrugë. Pra, digitalizimi dhe teknologjia ka pasur një zhvillim revolucionar. Edhe në këtë situatë, ne si shoqëri kemi qenë shumë të dobët për t'i paraprirë me regulator gjithë këtij sektori. Pjesa me e madhe e shantazhit, bullizmit, le të themi këtë terrorizmit online ndodh në rrjetet sociale, platformat pa kontrolluara, platforma më problematike ose jo, mund të jenë TikToku, të gjitha këto të cilat në fakt ne do duhet që t'i rregullojmë. Po jo vetëm t'i rregullojmë nga ana normative, pra e rregulluar me ligj, sepse jo çdo gjë normohet dhe nuk mund të normojmë sa herë frym do marrim në kuptimin e jetës, por do duhet që të fillojmë edhe të edukojmë popullatën në kuptimin edhe të kurikulave arsimore. Mund të duket e largët ose e tepërt, por ne duhet fillojmë të mësojmë fëmijët tanë që në bankat e shkollës se çdo të thotë një postim, se çdo të thotë rrjet social, se çdo të thotë si të komunikosh atje, çdo të thotë të krijosh narrativ urrejtje apo gjuhë urrejtje, kush është gjuhë seksiste, të gjitha këto elemente të cilat nisin si lojë dhe më pas përfundojnë në tragjedi të cilat në fakt i merr kosto e gjithë shoqëria. Pastaj, nëse kemi përmendet arsimin, për ta pyetur pak zotin Balla, meqense vjen nga radhët e arsimit si pedagog, çfarë vini re me studentët, çfarë vini re tek të rinj, duke ndërlidhur me ato që tha dhe zoti Qeregji, pra sa e kanë këtë edukatën, por nga ana tjetër edhe sa janë të pranishëm në të gjithë këtë realitet, se kështu shkon, ata e shpërndajnë tek njëri tjetri dhe bëhet virale, pastaj u bën normë. Tani të rinj si gjithë kategoritë tjera të popullsisë janë pjesë e kësaj shoqërie dhe do pasqyrojnë atë realitet i cili është normal, fatkeqësisht është bërë normal për shoqërinë. Tani media ka rol edukativ dhe kjo nuk diskutohet fare. Sa e luan këtë rol, pra media tash është e prirur gjitha të komercializmit për të kapë shifrat, për të kapë ligimet. Por që vetëm media dhe vetëm media nuk mund ta bëj gjithë këtë punën për edukim të shoqërisë. Çdo shoqëria e cila duhet nis edukimi që në shkolla, si shtatë Emergeni, pra pa një edukim cilësor, i cili u mëson fëmijëve ç'është e gabuar, fëmijëve se çfarë nuk duhet bërë, dhe kush nuk duhet bullizuar, dhe se si nuk duhet sjell, nuk mund të vim direkt në zgjidhjen e problemit. Edhe vetëm shteti nuk mund ta bëjë, sepse shteti nga njëra anë ka të përgjegjësinë për të respektuar lirinë e individit, nga ana tjetër ka detyrimin për të mbrojtur dinjitetin privatësinë. Duhet gjetur të mesmen mes të dyave. Pra shteti nuk mund ta bëjë vetëm me norma juridike, se nëse do e bënte vetëm kështu pastaj, do shkojmë te censurimi, se jemi shtet i cili pra jemi shtet i vogël me një kulturë të kaluar të hidhur të lirisë shprehjes, edhe nëse do shkonim vetëm tek normat rregulluese, them që do e bënim më keq. Kështu që është ky mekanizmi i vetë rregullimit. Por ka përgjegjësinë më të madhe, sepse shteti ndërton dhe kurrikulat. Shteti e futet, domethënë, mund ta bëjë vetëm, por ka pjesën më të madhe të përgjegjësisë. Rregullimi juridik ka rezultuar gjë e gabuar në shumë shtete, duke shprovuar. Vetë rregullimi është mënyra më e mirë. Pastaj se sa mediat arrin të bëjnë vetë rregullimin, arrin të censurojnë lajme që nuk duhet të nxjerrin, është sfidë e tyre. Pra është një situatë me një panoramë të gjerë që shigjetë nuk mund ta lëshojnë vetëm te media, pra duhet të gjithë bashkëpunojnë. Është gjithë aprati shoqëror, pra është familja, është shkolla, është shteti, janë individët, janë gazetarët, janë gjitha bashkë. Por roli udhëheqës duhet të jetë i qeverisësve, sepse qytetarët, media, të gjitha lëvizin në një shoqëri me incentiva. Dhe incentivat është e pamundur që shoqëria t'i marrë nëse nuk vin nga politikbërësi.
në Gjermani ka pasur një rast para shumë viteve, kur të shqetësuar nga analizat që marrëdhëniet seksuale midis të rinjve bëheshin në mos shumë të hershme, ata vendosën sanksionime në media ku thonin që deri në këtë orë do transmetosh këtë, kodi veshjes në këtë orare do jetë i tillë dhe në krye të një dekade panë që ishte zhvendosur, nuk ishte normativ në kuptimin e ligjvënies, po ishte një lloj me sanksione, po ishte një lloj mbritje në tryezë për disa interesat përbashkët të gjitha aktorëve, që sigurisht pasaj ka nevojë të normal. Ka ndërgjegjësime pastaj. Ju faleminderit shumë për gjithë argumentet që sollën mbi temën, që në fakt ka një ndjeshmëri shumë të madhe. Faleminderit edhe për Halilaj, të cilën e kishim në komunikim të drejtë për drejtë. Kemi mbritur kështu në fundin e programit miq, me pak sekonda minuta marrë nga programacioni, takohemi nesër. Mirupafshim. Mirupafshim.